Top Albania Radio. She's on air. Sytë tu indesha këtë natë, te këtë si vetëm në mërzi. Valla do më flisje pra, e me veten ti me ndje qudi. Koha pa linde ti e ngra, unë i pa fat me dashuri. Sa kujtime kthehem pas, e më sjell në mendje ti tani. Jo, si harroj unë ata sy që më ndishin në çdo çast, në çdo moment. S'kam harruar putjet mjalt, dhe pse fsheu ne i lam diku atje. Hej, të thëras e të mendoj, ndaj të lutem sot afro të takoj. Don se vitet ikin shpejt, përse na ndan, përse na ndan. Bravo tipo, ne në prag Shën Valentinit na vi turp nga e para të Që shijojmë të këngëdarje. akoma. Turp na vi. Nëse se këta janë këngë që mendoj që nuk i shijoj njeriu, edhe sikur ti je lumtur, ishte lumtur në jetën tënde me partnerin, këto janë super këngë. Është shumë e Të kthehemi prapë te Big Brother, ta lëm të Shën Valentinin si thoni ju. Na falë. Të komentojmë pak Prime-in e së martës. Stelin dua të di mendimin tënd rreth situatës Gimbo, Selin, marrëdhënies së tyre që po krijohet. Tani, mua këta të dy Ti që e ke realisht parë nga më duken shumë të lezetshëm bashk. Kanë një vibe shumë pozitiv edhe më duket sikur merren vesh edhe pa folur fare. Por aty brenda un kam shumë frikë të besoj njerëzve, kështu që Gimbon e shoh pak më të sinqert se sa Selin. Ndoshta edhe për faktin që Selinin shpeshherë kemi gjykuar edhe për këtë marrëdhënie që un personalisht jo, por çfarë kam parë edhe nga banorët edhe nga publiku. E kanë gjykuar edhe për këtë marrëdhënie që ka me Mirin, që e vën gjithmonë në diskutim, a është ashtu siç ata e thon apo ka diçka më tepër. Ndoshta për këtë fakt shihet edhe pak përsëri, pak më dyshuese nga ana e Selinit. Megjithatë edhe un vet marr shkas edhe nga ato çfarë janë diskutuar për këtë marrëdhënie, edhe un e shikoj pak më të dyshim nga ana e Selinit. Pra, nëse do kishte një nga partnerët të cilën nuk do të besoja, do ishte Selini. Gimbon e shoh realisht më të përfshirë. Afiniteti mes Mirit dhe Gimbos, si ju duket të dyve? Tani, ata janë miq dhe armiq njëkohësisht. Aty më mbaj. Një sekond tash. Mike dhe rivale. E dija që do vinte kjo pyetja. Po mirë, shiko, Gimbo ka hyrë shumë shpejt në lojë. Realisht ka hyrë shumë shpejt në lojë. Po pse duhet të jetë armik me Mirin? Se janë dy gjëra të ndryshme, janë dy dashuri të ndryshme. Sepse ku janë Gimbo dhe Selin, pastaj del dhe Miri aty, domethënë. Ndoshta Miri i prishet strategjia me largimin e Selinit. Pikërisht. Ai këtë do thoj, ai e ka thënë që unë çfarë dua i mbaj pranë dhe aq më tepër edhe në kontekstin e lojës, ai e ka thënë me mira herë që Selini në thonjza ai intereson për të vazhduar këtë lojën. E tyre që e kanë nisur edhe vazhdon çdo ditë përsëritet që nga banorët edhe në Prime. Edhe unë mendoj që është shumë i friksuar nga kjo marrëdhënie Miri. Është me vërtet, është i qartë fakti që do t'i duket sikur i del loja nga duart, që është Selini në këtë rast. Tamam i mërzitur si një baba që po i martohet vajza. Edhe mua më duket sikur aty, të paktën në sytë e tij duket sikur po i rishket pak situata nga duart, por mendoj që pikërisht nga mënyra se si ai po e përjeton këtë gjë, vazhdon dhe perceptohet në sytë e njerëzve sikur ka diçka më tepër midis Mirit dhe Selinit.
Dhe pse Miri nuk po lufton gjatë jetër aktualisht. Gjithë loja e tij është rreth Selinit, po duket marrëdhënies e tyre. Ai vazhdon të marrë vëmendjen e Selinit për të vazhduar këtë lojën që kanë nisur bashk. Por megjithatë, e di si më duket mua se sa herë që më pyesin, unë vazhdoj të them nuk ka asgjë midis Mirit dhe Selinit. Më duket vetja shumë kështu sikur po bëj avokatin e djallit se të gjithë njerëzit mendojnë që shikoj se mund të ketë diçka mes tyre. Por unë e shoh me atë syrin tim, paktën edhe duke qenë se kam qenë pranë tyre. Kam hyrë shumë skeptike kur kam hyrë në fillim në shtëpi, madje jam munduar që disi edhe t'ja shpreh Mirit që shiko se mua nuk më pëlqen kjo loja jote, por kur i kam parë nga afër dhe mënyra se si ata merreshin vesh, qoftë edhe thjesht për të ngacmuar banorët me një fjalë shumë të vogël, mua pëlqente, ata realisht merreshin vesh me sy. Po ajo deklaratë e tij që ka bërë këllë me rrefimi duke çajtë, ka lënë vend për dyshime ama. Po, patjetër që ka lënë vend për dyshime, por shiko, prandaj them për lojë. Dëgjoj se mund mbani edhe shumë përshtypje kur dua të jap koment për këtë sepse sido që unë ta sjell e di që do gjykohem dhe do shihem si ajo shoqja e mirë që dua gjithmonë ta mbroj. Kështu që realisht mendoj nuk jam personi i duhur që të jap mendim për këtë. Po se edhe kur u futen ke shpella Gimbo me Selinin direkt nga mbrapa mbani shumë edhe në rastin që Selina ka dalë nga akuariumi, ku ishte? Ai të tha që thuaj Selina se unë nuk jam mirë, dua të dalë. Po, por megjithatë kanë qenë disa porosi të cilat Miri më dha lidhur me Selinin dhe rikujtoj kështu edhe faktin që më tha të lutem Selinit thuaja direkt që ne jemi miq, por do doja të rikujtoja gjithashtu që përveç Selinit tha edhe Loren, pra kanë qenë dy personazhe, mos gaboj, mund të kenë qenë edhe 3, por nuk e mbaj mend shumë mirë. Kështu që unë më mendoj pa kamuflazh mund të duket. Ndoshta mund të jetë. Por merakun e kishte te Selina ama. Ai e ka gjithmonë merakun ke Selina. Ai e ka thënë, unë gjërat që i dua do luftoj për to deri në fund. Ai e ka thënë që unë Selinin e dua. Tash se si e do realisht nuk di çfarë komenti ti jap. Po unë dua të di atëre në aspektin e lojës. Kush nuk do ishte më në lojë, pra në qoftë se zëm se Miri del, çfarë loje do vazhdonte Selina ose nëse Selina del, çfarë loje mund vazhdonte Miri? A kanë lojë të vetën ata apo vetëm çfarë bëjnë të dy bashkë? Pyetje shumë interesante. Kjo marr shkak edhe nga prajmi i fundit që pam, që në momentin që Miri nuk u kthye në shtëpi, Selini pati një ndryshim totalisht të humorit, i iku fytyra, si e themi ne. Kështu që patjetër ata të dy e shohin veten ngushtësisht të lidhur me njëri tjetrin. Unë nuk e di se kush do kishte ecur më shumë vetëm. Kjo realisht është pikpyetje për gjithë ne. Unë edhe në një prime e kam thënë, ata të dy kanë ngretur njëri tjetrin pa e ditur se kush ngreti më shumë kë. Thjesht është aleancë shumë e fortë. Po, është një aleancë shumë e fortë dhe ata nuk e kanë arritur asnjëherë ta kuptojnë. Është aleancë shumë e fortë apo është një aleancë e cila hap shumë pikpyetje dhe automatikisht e bën të fortë sepse ti do mendosh pak më gjatë se prit çaj afron këta të dy. Është e fortë se nga kjo, nga reagimi i Selinit mbasi iku Miri. Unë lash fjalin pikërisht te kjo, më faqet të ndërpres. E lash fjalin pikërisht te kjo, ata nuk e kanë tentuar asnjëherë të shkëputen nga njëri tjetri për të kuptuar kush ngre kë më shumë. Dhe për të dhënë këtë, pikërisht duke qenë se nuk e kanë shkëputur asnjëherë njëri tjetrin, dalim ke kjo pika që marrëdhënia e tyre vazhdon të shihet në të njëjtin sy. Unë mendoj që ata nuk e kanë tentuar dhe nuk do ta tentojnë asnjëherë. Kjo për faktin se i leverdis. Kjo gjëja vazhdon dhe diskutohet çdo ditë në shtëpi. Jam shumë kurioze të shoh Selinin me Gimbon jashtë veshgimit të Mirit, a do jetë më e lirshëm, edhe pastaj a do ndodhi diçka që ajo do japi llogari Mirit kur të kthehet, sepse megjithëse un kam pak të lloj zhvillimi me se unë nuk mendoj që ndikon Miri në marrëdhënien e Selin dhe Gimbos. Unë mendoj që është vetë fakti se sa ka arritur ta kuptojë Selini, se sa është gjykuar qoftë nga banorët, po dhe nga zëri i opinionistëve për marrëdhënien që ka pasur me Mirin. Kështu që duke marrë parasysh këto gjëra, Selini vetvetiu do e frenoj veten, për të cilën mua nuk më duket shumë e drejtë, sepse çifti Gimbo dhe Selin, siç e thash, duken shumë të bukur jo vetëm për sytë e mi, por edhe për publikun, mendoj që i duan shumë bashkë. Por nuk mendoj që Miri është arsyeja pse Selini tërhiqet. Është pikërisht gjykimi i madh që i kanë bërë për marrëdhënien me Mirin dhe do të duket vetja shumë përsëritse sikur merret vetëm me meshkuj. Prandaj po e frenoj. Ne nuk e dim dashurinë midis kësaj marrëdhënie treshe, po themi Selin, Miri dhe Gimbo, po dua të di mendimin e gruas së Mirit, sepse ti e ke takuar apo jo, për Selin.
Shiko, nuk është që më ka folur konkretisht për Selin, më ka thënë kur jemi takuar për herë të parë fare, ditën e parë, më tha i ka ngelur në mendje vajzës që nuk ka thënë kur është bërë pyetja nga Miri, kë pëlqen, kë nga banorët pëlqen më shumë, ajo ka thënë Selin dhe nga emocioni nuk ishte thënë dot dhe Stelina. Por domethënë ajo marshkas edhe nga çfarë ka thënë vajza, ajo i kishte të dyja shumë qef. Nuk ka pasur një gjykim nga ana e gruas së Mirit për ta parë në syrin siç e ka parë shumica e publikut marrëdhënien e Mirit dhe Selin. Ajo bazohej shumë edhe tek diferenca e moshës, diferenca e mendësisë që kanë të dy me njëri tjetrin. Selina është gocë shumë e zgjuar, tha, por patjetër që unë nuk e shoh dot në atë sy, sepse siç e thash, qof nga diferenca e moshës, qof nga mënyra se si ata të dy argumentojnë dhe i shohin situatat në shtëpi, janë shumë të ndryshëm. I lidh bashkë aleanca e fuqishme që kanë në lojë, kjo është e sigurt. Po ti çfarë mendimi ke vetë për Selin? Domethënë mendon se po i përdor të dy çunat? Selini po i përdor, patjetër, por nga një anë unë e përgëzoj për këtë gjë sepse loja e do këtë gjë. Kështu që për sa kohë që ajo është afta bëj këtë, e bën shumë mirë. Dua të marr nga një epitet të shpejt për të gjithë lojtarët që janë brenda në Big Brother dhe ata që sapo hyn me aq sa ti ke parë nga ata se si shikon deri tani në lojë dhe do filloj me Alesion. Çfarë mendon? Oh, Alesio është shumë Një epitet, një llaf. Mua më pëlqen shumë, është shumë pozitiv. Realisht Pozitiv, okay. Është pozitiv shumë. Ardit Murataj. Nuk kam një mendim konkret. Okej, Miri. Miri. Babi Mili. Po mos më kërkoni më mendime për Mirin, të lutem. Mirë, s'po ta marri. Miri më i miri. Gjithë ato që kemi ftuar e kanë quajtur skemagji. E kemi Në bërë si kontekst të traditë në lojës. këtë. Po, atëherë unë nuk do thoya skemagji, po do thoya lojtar. Okej. Lojtar. Artani. Artani është drita shtëpisë. Se i jep me vërtet i jep dritë me ato batutat e veta. Ti çfarë mendon për Artanin? Çfarë mendoj për Artanin? shpejtuesi. Shiko, Artani ndonjëherë për ne që e jetonim nga afër bëhej shumë i lodhshëm. Okej. Por që me batutat e veta e ndronte komplet atë, edhe kur ne ziheshim, debatonim, shtëpia ishte në atë zymtësinë e plot, Artani e ndronte komplet, se ja fusëri batut që e kuptonte edhe vetë që e prishte momentin. Brikena, e kam ndryshuar totalisht mendimin për Brikenën. Për mirë o për keq? Për keq. Kam pas Se mendim para shumë se me pozitiv. hyti kishe mendim pozitiv, pastaj Shumë kur e mendim njofte pozitiv. nga Dhe kur e afër, kam njohur nga afër më ka ndryshuar totalisht dhe mendoj që më së shumti në këtë ndryshimin e mendimit tim kanë ndikuar pikërisht marrëdhënia që kam me Mateon. Më duket sikur po luan dhe ajo një lojë shumë të fuqishme me Mateon. Mateon jo, Mateo më duket i përfshirë, por Brikena më duket lojtare në marrëdhënien me Mateon. Gimbo? I Gimbo. Gimbo si e the. Jo, si gjinasi. e kisha kështu me përzemërsi se realisht e kam shumë gjanë dhe Gimbon. E di si më duket Gimbo, unë do ta krahasoja me një, po nuk më vjen emri. Ka qenë një nga ato 7 xhuxhat e përbardhës që ka qenë gjithmonë i qeshur, po ka qenë gjithmonë i qeshur. I përbardhë. Po, dhe ka Baby qenë G. gjithmonë shumë Ora mund ta ndërpres me një diçka që don ka ndodhur një lajm super i fortë, besoj se e keni dëgjuar, Laerti ka puthur një konkurrente të përputhën dhe është pezulluar nga emisioni. E prisën nga Laerti këtë gjatë, çfarë mendimi ke ti Stelina? absolutisht nuk e prisja nga Laerti këtë gjë. Seriozisht nuk e prisja nga A e lajmi. morën Unë e kam parë si lajm që Esme. qarkullonte pak ditë më përpara, por nuk e kam besuar se ne dim se si funksionon puna e lajmeve. Nga ana tjetër realisht më duket e pabesueshme. Epizodi doli të mërkurën, djeta më thanë, edhe ka puthur Esmen. Unë vura re që Esma kishte përballuar pak në mënyrë jo shumë të mirë, patjetër kushdo që do ishte se tani nuk e pret askush një puthje nga opinionistët. Goca shkojnë që të njihen me çuna dhe aty dhe të puthë opinionistë është pak e tepër. Ja, Ti më përjashtim. Ti më përjashtim. dil jashtë. Të lutem dil jashtë. Selin me aq sa ditë ka tentuar më herë Laerti të kaloj ato caqet e veta? Jo, të paktën me mua asnjëherë. Do flas gjithmonë për marrëdhënien që kam pasur realisht me Laertin, kam pasur marrëdhënie shumë korrekte. Pastaj nuk e di për gocat e tjera. Edhe ti ke pasur eksperiencë me Laertin, shoqe. Me atë Ka fikime pas dhe ajo po ama. Që miru pafshim, jemi në Baby G. Baby G më duket sikur po bie pak ditët e fundit. Më pëlqente shumë në ditët e para, ishte shumë aktive, por Në çfarë aspekti aktive? aktive që kishte debate në shtëpi, sikur gricej me njerëzit, po ditët e fundit sikur po e shoh pak më të qetë.
Dhe do të shtoj vetëm një gjë. Kam frikë se po infektohet në thonjza nga miri, sepse kur del jashtë i shoh këto gjërat, jo që un jam penalizuar nga miri. Jo infektuara. Jo që jam penalizuar nga miri, se siç e kam thënë njerëzit patjetër duhet shfaqin veten e tyre, por fakti që ti zgjedh ti dedikohesh një personi aty, qoftë edhe për fakti edhe për mua, dhe të kalosh sa më shumë kohë me atë, ti nuk i shfaq dot të gjithë ngjyrat, sepse biseda vazhdon gjithmonë në të njëjtën linjë. Pra ti shfaq gjithmonë e mirë me të që të shkon muhabeti. Vrapon. Dua nga një fjalë tani precize, direkte, bam për të gjithë personazhet. Vazhdim te Greta. Greta s'ke magjie. Au. Ina. Këtë të lutem ma kaloni pa koment. Kristi. Kristi është do thoja fitues, është fitues me shumë mundësi, është realisht fitues. Unë e them mirin fitues nga zemra se realisht e kam shumë xham, po për mua Kristi është lojtar shumë herë më i fortë. Livia që hyri të martën. Po shumë herë për të dhënë një mendim. Okej, Mali. Por Livia zgjodhi Mateun ke shpella. Edhe për mendimin tim kjo është pak një lëvizje. Po, lëvizje zgjuar. Jo, na tregoi pak lojen e saj. Mirë se Livia hyri në shtëpi dhe tha, ju nuk do arrini ta kuptoni asnjëherë nëse unë jam në rol apo jam ajo që jam në vërtet. Kështu që prandaj them është e vështirë Livia. Kjo është loja, besoj. Mali ka mua më pëlqen shumë mënyra e argumentimit të Malit, por ndonjëherë ka ca spazma të fuqishme që nuk di t'i shpjegoj. Marko? Edhe për Marko më duket sikur është shumë në hije. Okej, Mateo? Mateo është djali më i mirë që ka shtëpia. Juela? Vajza më negative që ka shtëpia. Robert? Ky është burri më negativ që ka shtëpia. Ja, pas ka vënë rjesht. Selin? Unë e shoh me një sy tjetër nga ajo çfarë ishte një pjesë e mirë e publikut që kanë gjykuar për marrëdhënien me Mirin dhe Gimbon, unë e kam realisht shumë xhan. Por Rogerti që ju fut në shtrat Birkenes, çfarë mendimi ke? Po mirë, Rogerti tash e ka Artani që kishte shumë qefti, që ishte tip pozitivi Artani. Shiko ç'a bën? Artani ka shkuar një herë bile se ka trembur Birkenën te krevati. Po mirë, tash shiko. Loja është pak, ne e themi shpeshherë, është pak lojë nervash. Livia besoj më kupton akoma dhe më mirë. Njerëzit tentojnë gjithmonë që të kapin limitet e tua aty dhe të nxjerrin sa më shpejt nga loja. Rogerti pastaj për mua nuk është studentishme fare, se ka tentuar gjithmonë dhe ka treguar vazhdimisht që shkon jo në cakt të limitit tënd, po për te limitit tënd, kështu që A dini kë më kujton Rogerti mua një? Gert Ferre. Edhe mua. Okej, nga Stelina e morën vesh kush është fituesi dhe nga ti Niki dua të di një mendim. Kush e fiton Big Brotherin? Pyetje vështirë. Se është jemi dita e 50. Gjithçka mund të ndrojë. Po edhe për mua nga loja më konsistente, domethënë që nga fillimi deri tani për mua dhe për mua është Kristi. Okej. Do Ta janë me mua. Do na mbyllësh me një fare. Para se të nisim këngën, unë falenderoj. Ta shtoja vetëm një gjë për Livian. Kjo është arsyeja pse nuk dihet akoma se kush është fituesi, se ka njerëz që mendojnë që nuk është Kristi dhe ka njerëz që mendojnë që është Kristi. Për mua i ka loja totalisht. Thon kjo nga unë që unë me bindje të plot kur kam dalë nga Biku kam thënë është Miri, po e kam sqaruar këtu unë e them me zemër. Okej. Ishte shumë kënaqësi që ju kishim të dyve. Gjithashtu. Jeni njëri shkëlqen më shumë se tjetri dhe keni energji të paparë. Shpresoj ju uroj suksese në vazhdimsi. Faleminderit. Dhe ishte kënaqësi. Së bashku ne do shihemi te njëjtën tjetër. Vajzat e mia ju kalofshi bukur me Shën Valentinin dhe paçin. Sa më shumë dashuri dhe dhurata. Dhe diçka. Të shtunën ka maraton Top Albania Radio për 28 vite të saj, kështu që do shihemi përsëri të shtunën së bashku. Dhe tani do ta mbyllim me tingujt e Nik. Sa i zezo, o moj sajlaro. Hajde! Sa i zezo, o moj sajlaro. O si najdo, që ma halano. O si najdo, shizon e Shumë bukur. mirë